Qendra për hapje dhe dialog në bashkëpunim me shkollën nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi në kuadër të programit Shprehur në Vargje, organizuan aktivitetin Kujtojmë Dritroin. Ky aktivitet vjen me rastin e ditës së lindjes së poetit, prozatorit dhe publicistit shqiptar Dritro Agolli. Dritro Agolli është një nga shkrimtarët që na ka shoqëruar gjithmonë, që në klasë të parë dhe deri tani në klasë të 9, ne jemi marrë shumë në lidhje me jetën e tij, veprat e tij, poezitë e tij. Ne jemi rritur me frymën e atij shkrimtarit që në klasë të parë, duke filluar dhe deri tani në klasë të 9, jemi akoma duke studiuar në lidhje mbi veprat e tij. Poezitë e tij më pëlqejnë shumë, edhe në shkollë marrim shumë nga poezitë e tij. Një poezia ime preferuar, domethënë, që le të themi e njohin që të gjithë, është Kur ti je mërzitur shumë, që është kthyer edhe në këngë gjithashtu. Në vjershat dhe poemat e Dritroit gjenden shprehje, mendime dhe ndjenjat e njeriu të ri, patriotizmi dhe besnikëria, cilësitë e tij morale në jetë dhe në punë. 13 prej poezive të Dritro Agollit, disa ese, një këngë dhe një shkrim autobiografik u bën pjesë e aktivitetit në kujtim të tij.